Shqiptarët e vranë dhe më pas me këngë e quajtën faqezi. Por 190 vjet pas atentatit ndaj konsullit rus në Mitrovic, serbët e këtij qyteti i ngritën përmendore po e nderojnë Grigori Shqerbinin. Për nderime këtu erdhi edhe ambasadori rus në Beograd Aleksandr Çepurin, i cili përndryshe nga Nganxhallozi u prit me lule. E derisa në veri Shqerbini t'i thurën lavde, në jug të qytetit nuk gjendën gjurmë të pllakës që dikur përkujtonte konsullin rus. Për studiuesin Mitrovicas Fazli Ajrizin, ardha asaj kohe Shqerbinit kishte qëllimet e veta. Sajet të Rusisë vërtet Serbia, jo vetëm që ka konsoliduar shtetin e vet në pashallëkun e Beogradit, po ka arritur edhe të pushtoj shumë toka shqiptare, dini edhe në Sanxhakun e Nishit e tjerë. Ndërsa për vrasjen e konsullit ai thotë se shqiptarët nuk mund t'i bënin ballë të bëmave të tij, andaj vepruan. Ibrahim Gjilani nga fshati Suk i rrethit Gjilanit, ai kur e sheh se vritën vëllezërit e tij, vritën me mas, mbi 300 vritën, atëherë e din edhe kush është frymëzuesi i kësaj të keqeje, e godet Shqerbinin. Intelektuali Mitrovicas thekson se një prit të tillë donte ta bënte edhe Isa Boletini, por atij sipas Ajrizit ju bë puna që të shkonte në Stamboll. Misioni Nganxhallozit që e mori këtë noft nga shqiptarët nuk zgjati shumë pasi që u vra ende pa i mbushur një muaj punë.